Nëse ndihesh I harruar, ndalo për një moment, sepse ajo që do të dëgjosh tani nuk është për të gjithë. Ka njerëz që ndihen të padukshëm, të lënë pas, sikur lutjet e tyre nuk po dëgjohen, sikur Zoti ka heshtur. Ndoshta edhe ti e ndjer kështu, por dëgjo me kujdes, sepse ndonjëherë, pikërisht në momentin kur ndihesh më I harruar, është momenti kur Zoti është më afër se kurrë. Kjo nuk është rastësi. Nëse kjo video të gjeti ty, është sepse kjo thirrje është për ty. Mos e shpërfill. Ka momente kur lutesh dhe nuk dëgjon asgjë. Asnjë përgjigje, asnjë shenjë, vetëm heshtje. Dhe kjo heshtje fillon të të rëndoj. Fillon të pyesësh veten: apo më dëgjon Zoti? A më ka harruar? Ndoshta ke parë të tjerët duke marrë përgjigje. Ndoshta ke parë mrekulli në jetën e tyre, ndërsa ti ende pret. Dhe kjo dhemb, sepse nuk është vetëm pritje, është ndjesia sikur je lënë pas. Kjo është pjesa më e vështirë. Por dëgjoj këtë me kujdes. Heshtja e Zotit nuk është mungesë. Është punë që nuk e sheh. Sepse ka momente kur ai nuk përgjigjet menjëherë. Jo sepse nuk dëgjon, por sepse po përgatit diçka më të madhe se sa ke kërkuar. Ti nuk je harruar. Ti je duke u përgatitur. Ka një ndjenjë që nuk është e lehtë për t'u shpjeguar. Është ajo ndjesia sikur je harruar, jo nga njerëzit vetëm, por sikur edhe Zoti nuk po të sheh më. Sikur je duke pritur, duke u lutur, duke besuar, por asgjë nuk po ndryshon. Dhe ditët kalojnë, dhe netët bëhen më të gjata. Dhe brenda teje fillon të lindë një pyetje e heshtur. Pse jo unë? Pse të tjerët duket se marrin përgjigje, ndërsa ti ende je në të njëjtin vend? Kjo ndjenjë është e rëndë, sepse nuk është vetëm dhimbje, është vetmi. Por dëgjoj këtë me gjithë zemrën tënde. Zoti nuk harron askënd, asnjë lutje, asnjë lot, asnjë moment pritjeje. Edhe kur ti ndihesh I padukshëm, ai të sheh më qartë se kurrë. Edhe kur ti mendon se je harruar, emri yt është ende në zemrën e tij. Kjo nuk është fundi I historisë tënde. Është një kapitull që ende nuk e kupton. Po sikur ndërkohë që ti mendon se asgjë nuk po ndodh, gjithçka të jetë duke u përgatitur. Po sikur në ato momente heshtjeje, Zoti të jetë duke lëvizur gjëra që ti nuk mund t'i shohësh. Sepse e vërteta është kjo. Jo çdo punë e Zotit është e dukshme. Ka gjëra që ndodhin në heshtje, lidhje që krijohen pa dijenin tënde, rrugë që hapen larg syve tu, njerëz që përgatiten për të hyrë në jetën tënde në momentin e duhur. Dhe ndërkohë që ti pret, ai po ndërton. Kjo është arsyeja pse nuk duhet të gjykosh momentin tënd vetëm nga ajo që sheh, sepse ajo që sheh është vetëm një pjesë e vogël e historisë. Kjo është shenja e tretë. Kur duket sikur gjithçka ka ndalur, është pikërisht aty ku gjithçka po fillon. Mos e humb besimin tani, sepse ajo që po vjen është duke u përgatitur në mënyrë që ti as nuk mund ta imagjinosh. Ndoshta gjëja që të ka lënduar më shumë nuk është pritja, është vonesa. Sepse kur diçka vonohet shumë, fillon të duket sikur nuk do të vijë kurrë. Fillon të mendosh, ndoshta nuk është për mua, ndoshta nuk do të ndodh. Por dëgjoj këtë me kujdes. Vonesa nuk është refuzim. Vetëm sepse nuk ka ndodhur ende, nuk do të thotë që nuk do të ndodh. Sepse koha e Zotit nuk është si e jona. Ai nuk punon me nxitim. Ai punon me saktësi. Dhe ndonjëherë, arsyeja pse ka marrë kaq shumë kohë, është sepse ajo që po vjen është më e madhe se sa ke kërkuar. Kjo është shenja e katërt. Nëse ende nuk ka ndodhur, është sepse nuk është momenti I duhur ende. Por kur të ndodh, do ta kuptosh pse duhet të prisje. Mos e humb besimin për shkak të kohës, sepse vonesa është pjesë e planit. Le të jemi të sinqertë. Ka pasur momente që kanë dhembur shumë, momente që nuk I kuptoje, situata që nuk I meritoje, net ku vetëm ti e di çfarë ke ndjer.
Dhe ndoshta ke pyetur, pse duhej të kaloja nëpër këtë? Kjo është një nga pyetjet më të vështira, por dëgjoj këtë, asgjë nga ajo që ke kaluar nuk ka qenë e kot, asnjë dhimbje, asnjë zhgënjim, asnjë lot, sepse çdo gjë ka qenë duke të formuar, ka qenë duke të bërë më të fortë, më të vetëdijshëm, më të përgatitur për atë që po vjen. Kjo është shenja e pestë, sepse kur jeta jote është gati të ndryshojë, shpesh para kësaj vjen një periudhë e vështirë, jo për të thyer, por për të ndërtuar një version tënd që mund ta mbajë atë që po vjen. Mos e urre të kaluarën tënde, sepse ajo ka qenë përgatitja për të ardhmen tënde. Mendo për këtë për një moment. Ka pasur situata ku mund të kishe rënë plotësisht. Momente ku gjithçka dukej sikur po shembej, ku nuk kishe forcë, ku nuk kishe përgjigje. Dhe megjithatë, ti je ende këtu, ende në këmbë, ende duke vazhduar. Pse? Sepse nuk ke qenë vetëm. Kjo është shenja e 6. Sepse edhe në momentet kur mendove se nuk ishte askënd, Zoti ishte aty. Ai të ka mbajtur. Edhe kur ti nuk e ke ndjerë, ai të ka mbrojtur nga gjëra që as nuk i ke parë. Ai të ka dhënë forcë kur ti mendove se nuk kishe më. Dhe ndoshta nuk e ke kuptuar atëherë, por tani mund ta shohësh. Sepse nëse do të ishe vërtet vetëm, nuk do të kisha arritur deri këtu. Ti nuk je këtu rastësisht. Ti je këtu sepse je mbajtur. Dhe nëse ai të ka sjell deri këtu, ai nuk do të lërë në mes të rrugës. Ka diçka që ke humbur. Ndoshta një mundësi, ndoshta një person, ndoshta një ëndër që e mbaje fort në zemër. Dhe kur e humbe, u ndje si fundi, si diçka që nuk mund të zvendësohej, si një boshllëk që nuk mund të mbushej më. Dhe për një kohë, gjithçka u errësua. Por dëgjoj këtë me kujdes. Ajo që humbe nuk ishte fundi i historisë tënde. Kjo është shenja e 7. Sepse ndonjëherë, ajo që largohet nga jeta jote, po të hap rrugë për diçka më të madhe. Diçka që nuk mund të hynte, nëse ajo që ishte më parë do të qëndronte. Ti e ke parë vetëm humbjen, por Zoti ka parë hapësirën që po krijohej. Dhe ajo hapësirë është gati të mbushet. Mos u kap pas asaj që ka ikur, sepse ajo që po vjen është më e madhe se ajo që ke humbur. Ti ke pritur një përgjigje, ndoshta për një kohë shumë të gjatë. Ke menduar se do të vinë në një mënyrë specifike, në një moment të caktuar, në formën që ke imagjinuar. Por çfarë nëse përgjigja nuk vjen ashtu siç e pret? Kjo është shenja e 8. Sepse shumë herë Zoti përgjigjet, por jo në mënyrën që ne kemi planifikuar. Ndoshta jo në derën që ti po shikon, ndoshta jo përmes rrugës që ke zgjedhur. Por përgjigja është ende duke ardhur. Dhe ndonjëherë, ajo vjen si një ndryshim drejtimi, si një mundësi që nuk e kishe menduar, si një rrugë që nuk e kishe planifikuar. Dhe në fillim, mund të duket e çuditshme. Mund të duket sikur nuk është ajo që kërkove. Por me kohë, do të kuptosh se ishte pikërisht ajo që të duhej. Mos u fikso pas mënyrës, sepse mrekullia nuk vjen gjithmonë në formën që pret, por gjithmonë vjen në mënyrën e duhur. Nëse ke arritur deri këtu, ka diçka që duhet ta dëgjosh qartë. Ti nuk je larg. Në fakt, je shumë më afër se sa mendon. Sepse zakonisht, momenti më i vështirë vjen pak para ndryshimit. Është ai moment kur ndihesh i lodhur, kur mendon të heqësh dorë, kur duket sikur asgjë nuk po ndodh. Por pikërisht aty, gjithçka është gati të ndryshojë. Kjo është shenja e 9. Sepse shumë njerëz dorëzohen pak para mrekullisë, pak para hapjes së derës, pak para përgjigjes. Mos bëj të njëjtin gabim. Sepse nëse ke arritur deri në këtë pikë, nuk është për të kthyer prapa. Është për të vazhduar edhe pak më shumë.
edhe një hap. Sepse ajo që ke pritur mund të jetë më afër se kur. Dhe tani, pas gjithçkaje që ke dëgjuar, mbetet vetëm një pyetje. Pse e gjete këtë video? Pse pikërisht tani? Kjo nuk është rastësi. Kjo është shenja e 10. Sepse kur ndihesh i harruar, por ende vazhdon të kërkosh, ende vazhdon të besosh, Zoti gjen mënyra për të folur. Dhe ndonjëherë, ai nuk flet me zë të fortë, por përmes momenteve si ky, përmes një mesazhi, përmes një ndjenje që nuk mund ta injorosh. Dhe nëse zemra jote reagoi, nëse diçka brenda teje u zgjua, atëherë kjo thirrje ishte për ty. Mos dysho më. Mos mendo se je harruar. Sepse nëse Zoti të ka sjell deri te kjo fjalë, ai nuk ka mbaruar me ty. Kjo është vetëm fillimi. Qëndro. Beso. Sepse ajo që po vjen do të ndryshojë gjithçka. Nëse je ende këtu, dua të bëjmë diçka së bashku. Jo thjesht të dëgjosh, por të flasësh me Zotin. Tani, thuaje me zemrën tënde. O Zot, ndonjëherë jam djeri harruar. Kam pritur, kam besuar, por ka pasur momente që kam dyshuar. Momente që jam djeri vetëm. Por sonte, nuk dua të largohem me të njëjtën ndjenjë. Sonte zgjedh të besoj përsëri. Edhe nëse nuk shoh ende përgjigjen, besoj se ti je duke punuar. Të jap lodhjen time, dyshimet e mia, frikën time, dhe i vendos në duart e tua. Faleminderit që nuk më ke harruar. Faleminderit që më ke mbajtur deri këtu. Dhe faleminderit për atë që po vjen, edhe pse ende nuk e shoh. Më jep forcë të vazhdoj. Më jep paqe në pritje. Dhe më jep besim për të mos u dorëzuar. Amen. Qëndro për një moment në heshtje dhe ndje qetësinë. Sepse ndonjëherë, përgjigja e parë është paqja.